Mirëmbrëma miq të nderuar. Një përshëndetje zemër për dëgjuesit e radios Sibilat e Veriut dhe podcastit tonë. Mirëmbrëma të dashur të fjalës dhe të shpirtit. Më mirë se vini në emisionin Frymëzimi i etnisë me artë dhe letërsi. Aty ku fjala merr dritë dhe kujtesa bëhet zë. Me ne sonte si gjithmonë është zonja Brenda Sejdia nga studioja në Lezhë, ndërsa unë jam Gëzima Igeraj që ju përshëndes nga Zvicra. Zonja Brenda, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, zoti Gzim, të dashur dëgjues, mirë se erdhët në valët tona. Përshëndesjem me shumë ngrohtësi. Dhe ju urojmë qaste të këndshme në praninë e ne të dyve që jemi drejtues të këtij misioni, por dhe mikeshës të sonte e kemi të ftuar një zonjë të nderuar, një profesoresh që vite me radhë u ka dhënë mësim nxënësve në krahina të ndryshme, e kemi mysafire nga Tetova, dhe është krenari ta prezantoj sonte Hasie Ramadani. Zonja Hasie, faleminderit që ke pranuar ftesën dhe je sonte me ne. Mirë se vjen. Mirëmbrëma zonja Hasie dhe mirë se vini në emision. Mirë se ju gjeni, kam nderin dhe kënaqësinë që jam e ftuara e juaj. Në këtë mision atë ne. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Brenda. Hasie Ramadani vjen sonte për të treguar se sa e vërtetshme është për sakrificat e durimit. Pasi ti japësh drejtim timorit jetës, madje këndvështrimit të ri, shpesh me heshtjen si aleat më i përshtatshëm apo me pritjen, ajo mendoj që në këto dekada pa thënë ja, do i vije ora. Apo jo, zonja Hasie? Po, Faleminderit. Si fillim, unë po prezantoj kush është e ftuara e natës sotme. Besoj që secili prej jush do keni kurreshtjen dhe kënaqësinë për ta dëgjuar, të mbështjella me emocion, pasi është vetë ky program që kam idenë që do përcjellim shumë emocion secili nga ne. Është edhe zonja e cila është me ne në podcast. Hasie Ramadani. Sot në studion ton kemi një mysafire të veçantë, një zonjë që misionin e jetës e ka shndërruar në një akt dashurie dhe drejtësie për kulturën tonë. Ajo është Hasie Ramadani, motra e aktorit dhe poetit të ndjerë Selim Ramadani. Zonja Hasie nuk është thjesht një familjare që kujton vllajën e saj. Ajo është nisënotarja dhe forca lëvizëse pas votimit të përmbledhjes, një melodi e këputur. Pra miq të nderuar, kjo është vallina e librit që zonja Hasie Ramadani ka përgatitur për të vllahën e saj për transmitimin. Për 47 vite, ajo mbajti në zemër një plagë, dëshirën për të nxjerrë në dritë, veprimtarinë e mbetur në hije të vllait saj, i cili u nda nga jeta në moshë fare të re. Përmes këmbguljes së saj, ajo arriti të mbledhë dorëshkrimet e humbura në përbëdrum mesirtar, duke bërë bashkë intelektuale kolegë të gjeneratës së parë të aktorëve, për t'i dhënë Selimit vendin që meriton në historinë e artit shqiptar. Sot me zonjën Hasie do flasim për rrugëtimin e vështirë të grumbullimit materialeve pas gati gjysmë shekulli. Për jetimet e saj si motra një artisti që udhëhiqte familjen drejt arsimimit dhe për iniciativën që teatri i Tetovës të mbajë me krenari emrin e vllait të saj. Mirë se erdhët në studio zonja Hasie. Pika të hiqe biografisë saj për referencë gjatë bisedës, roli familjar, motra Selim Ramadanit, e rritur në një familje ku Selimi ishte shtylla dhe orientuesi kryesor për shkollimin e 6 motrave dhe vëllait. Misioni kulturor pas 47 viteve heshtje institucionale, ajo ndërmori hapin personal dhe familjar për të kërkuar arkivin e Selimit. Votimi
bashkë themeluesi e grupit nismëtar me profesora Gembincen e të tjerë, për botimin e librit Një melodi e kopkutur në kusht të vitit 2024, mesazhi ajo përfaqëson zërin e familjes që lufton kundër harresës dhe kërkon vlerësimin e figurave kombëtare që kontribuan në radio, televizion dhe teatr. Faleminderit zonja Arsie që jemi në sonte për të përgjigjur shumë pyetjeve, për gjithçka që gjithë atyre cejakeve që ju keni bërë në 47 minuta, por dhe për rolin e madh që vllai juaj ka luajtur në teatr, në radio, në letërsi e gjithçka tjetër. Faleminderit edhe juve që më keni ftuar në këtë emision të Radio Sibila të Veriut, ku këtë emision të gjithë bashkëdhetarët tonë, kudo që janë, dhe të gjithë poetët ose personat e fjalës së shkruar artistik. Prandaj edhe një herë ju falenderoj shumë. Faleminderit zonja Arsie, faleminderit për pranimin e ftesës sonë që ta pasqyroni edhe aktivitetin tuaj, por edhe punën tuaj që keni bërë për vllahun tuaj. Ju faleminderit edhe një herë që keni pranuar këtë ftesë të jeni mysafir në emisionin tonë. Mirë shumë që këtë emision të udhëheqin dy persona krijues të mëdhenj të trojeve tona, si zonja Brenda Sedia dhe zotni Gazin Gere. Faleminderit. Gere, s'ka gjë. Faleminderit. Po zoti Gjem? Mendoj që t'i shtrojmë një pyetje në fillim zonës Arsie, domethënë mund të na flet pak për biografinë e saj dhe pastaj me që ju folet pak, por ndoshta ka ndonjë detaj që neve i kemi lënë mungo dhe sigurisht do të na plotësoj pak. Pra një njoftim për opinionin tonë. Faleminderit zoti Gzim, se përket ishte me vëmë ke çikua, pasi e thash edhe pak për citazi që zonja Arsie ka qenë profesoresh shumë vite dhe jo do të na flasi për ato vitet e vështira, por në vija të shkurtra, që ka qenë një mësimdhënëse në shkolla duke edukuar e arsimuar breza të rinj. Unë vi nga një qytet rrënjë Qarit, nga Tetova. Të them Tetova është Shqipërisë dhe jam domethënë edhe unë Shqipërisë. Edhe gjithkush që do Shqipërinë është shqiptar. Edhe unë gjithmonë çdo kuptje mund të them si fillim të fjalë përdori diskuardit të rilindasve tonë, posaçërisht në infrashkull të Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptare. Edhe me këtë ndi kënaqësi. Unë vi nga një familje qytetare, e vjetër them qytetare shqiptare, me qëllim që se ndaj nga anë jonë në këto flasin turqisht pak përzim në për familje, unë me qëllim me po të toj pasër shqiptare, nga një familje pasër shqiptare. Kemi qenë shumë antarë, si të shqiptarët në të kaluarën, kemi qenë prej 10 antarëve, vezër dhe 6 motra. Familja jonë nuk ka pas probleme që mos shkollona, se natë po ka qenë problem edhe për gjykime ka pas shumë për të shkolluar. Të gjithë kemi mundu, duke qenë edhe bakon asim pashës, sepse ka qenë edhe xhandar i asaj kohë të Shqipërisë, që ka qenë Shqipëria etnike dhe këndej. Edhe shtu që thojte më të tele nuk mbahet shtetë. Edhe prandaj duhet të shkollohen. Edhe nuk na pengojt as neve vajzave, as djemë. Një rast me tregu, vllau im ka qenë Selim Ramadani, indjerë, i cili na udhëheqte të gjithë neve fëmijëve që të shkollohen. Ka qenë udhërfyes për ne për të shkolluar të gjithë. Tojte merr njërin Prishtinë me tjetrin, kështu që mu edhe vllaun tim më i vogël se unë që ka qenë inxhinier makinerisë edhe ai ndjerë,
Edhe ai kemi qenë, ne kemi ndajt në familjen e tyre dhe në anët që unë do t'i marrë, do t'i shkolloj aty. Dhe kështu mbetëm pak më pak me 6 për t'i shpjeguar. Edhe ne kemi mbaruar shkollën e mesme atje në Prishtinë, bashkë me vllau makinerinë, unë elektronikën, edhe fakultetin aty kemi mbaruar. Po praktikisht që po fillim u nda 1977, mua atëherë ne kur mbaruam shkollën e mesme. Më thënë në atë moshë që nuk dishim ka të orientohena, po për fakt në Prishtinë na pranuan në fakultetin teknik edhe mbaruam me sukses të dy. E përket motrave tjera të gjithë dhe ato kanë mbaru, mirë po me vlezrit patëm një fakt të keq që Selimi më 1977 ndroi jetë dhe mbetëm ne më të vegjëlit, ndërsa Sulejmani, inxhinieri i makinerisë dhe punëtori i arsimit në shkollën e mesme të Kruçisë, ai u vrana 2001 me luftën kur ndodhi lufta e Kalas. Me 14 mars 2001. Qoftë lavdi. Me që kaluat të aktiviteti advëtar dhe politik, do doja që pak të ndaleshit, nëse keni mundësi, sepse unë njoh situatën mirë në Maqedoni, kam qenë vetë pjesë e të gjitha lëvizjeve kombëtare për lirim deri më sot. Pra dhe e njoh. Me atë sa mundeni ju të na thoni rreth aktivitetit politik dhe kontributit tuaj si familje, domethënë në aktivitet. Ndërsa më vonë do të lejmë edhe një pyetje në ndaljen pak edhe tek Selimi dhe pjesa e tij në teatrin kombëtar të Kosovës. Ashtu. Shqyqoni unë mbarova 1900, jam i takoj generatës të vitit 1981. Të më thanë, në mësratat e 81-shit kemi marrë pjesë bashkë me vllaun, jo si shikues. Po kemi marrë pjesë aktive në punët që dash t'i bëj, gjatë demonstratë. Më 11 mars 1981 në Prishtinë, po? Edhe kështu që duhet ta marrën tapetën e Titos ta përplasim për tokë një grup studentësh që ishin. Dikush na trastoi dhe nuk mundem ta marrëm, atëherë me një aktivitet tjetër t'i thënë vitrinat e fotografive pornografike që i kishim për detyrë t'i them sepse vishin nga Serbia për ta shkatruar rinin tonë atëherë. Se ishte rinia jonë shumë e mirë. Edhe këtu që i shkepëm disa pllaka nga trotuare dhe t'i them ato vitrina të fotografive të filmave. Mandej, mas t'i mbarova prej Prishtine, 1981 erdha në Tetor, ku punësova në shkollën mesme të Bujqësisë, aty fillova punën dhe detyrë primare kisha ngritjen e vedijes kombëtare të nxënësit. Na u bën disa provokime atje se Maqedonia ishte një laboratorium për eksperimente të çështjeve politike. Edhe kështu që filluan një aksion e ndërmorën që paralelet quheshte paralelet e përzjera. Çfarë do të thotë kjo? Paralelet e përzjera, 3 nxënës kanë tepruar në një shkollë maqedone, një klasë maqedonëse, edhe dush ato 3 nxënës që futin në një paralele shqiptare, ku mësimi duke zhvillohet në gjuhën maqedone për 3 nxënës maqedone. Kjo ishte një provokim jashtëzakonisht i madh për ne shqiptarët. Në fillim na çuan ne edhe më që kishin klasat paturante dhe ta mbajmë mbledhje me nxënësit për të sqaruar se si duhet të zhvillohet mësimi në gjuhën maqedone. Të them drejtën, ne ishim 3 shqiptarë, aty mbajtëm mbledhje, unë drejtja nisa në aksion. Drejtës thash, ju keni ardhur prej Kumandove, prej Kërçove, prej Struge, prej Pitovelezit, që të mësoni në gjuhën shqipe këtu. Edhe tani u detyrojmë ne që ju të mësoni në gjuhën maqedone. Për 3 nxënës maqedone. Atëherë dikush na trastoi kusha nxënës sa në koleg, edhe sa mbaruam mbledhjen u shkova në zyrë të kompiri drejtori tha kush mëson kështu të flasësh.
Unë tash unë jam vetë vetëdijshme për këtë, edhe nesër më thirrën në komunë Ministria e Arsimit, aty një mirë ku Kastefsi ishte, edhe ma dhanë vendimin që ti nuk mund punësh në arsim. Kështu që kemi pas edhe probleme të tjera, që unë 3 vite më ndaj pushova derisa u hoqa i ligji i diskriminimit, edhe thoshin nuk ka fol një fjalë maqedonisht, po ka fol një fjali. Kishin shkruajt në kosovare, atëherë redaktore ishte Sanie Gashën. E kështu 3 vite mbeta pa punë, mandej fillova të punoj në Poroj. Edhe aty në Poroj filloi eksperimenti i dytë. Ishte gjithmonë kemi shkruajt në gjuhën shqipe, na detyruan të shkruajmë në dëgjuesi, merrja në moment orën në ditar, duheshte në dëgju. Edhe aty protestuam, dënon mu me 3 rroga, duke 30% të rrogës, kujt diçka. Edhe kemi pas edhe probleme tjera. Mandej mbas punësimit tim në Dervent, në Grupçin Pashkovasa shkollën, atje ndita një obligim krejt tjetër që jam përkushtuar me gjithë shpirt ta kryj, edhe i arritëm qëllimin. Atje kisha nxënësit prej 8 fshatrave gravitoshin në Grupçin tjendra ishte, Pashkovasa shkollë. Edhe formum një grup simtarësh, profesorësh ishin të, duke filluar Zeqir Kadriu, Halim Malimi, une, Mamudi Edika, edhe plot të tjerë, formum një grup, cilët do të angazhohen në derë, në fshat shkojnë të lutin prindët për të regjistruar vajzat në shkollë të mesme. Arsyeja ishte, nuk kishte asnjë vajzë shkollëtuar përveç një që ishte mbaruar shkollën e mesme, vajza e Abdullah Rakipit, ishte punëtor në arsim aty, që e mbajshin si amrisen në shtëpi edhe fëmijët sigurisht i ka pas legje. Asnjë vajzë tjetër e shkolluar. Edhe kjo ka qenë 1991 kur jam pusuar atje. Domethënë prej atëherë asnjë vajzë. Edhe mora shumë aktivitete të tjera që arrita sukses shumë, formon ne edhe me vetë kontribut fillum të ndërdim nxënësit deri të lutë që ta çoje prindi vajzën në shkollë. Kemi pas shumë vështirësira, por i arritëm edhe mandej me një minibus që e paguqim edhe ne vetë arsimtarët, shumë nxënësit i regjistruam në përtollat e metë. Tash është numri i madh i të shkolluarve në Dervent, që edhe shteti, edhe çdo parti e këshillon bazdore ADB, që 8 fshatra gravitojnë në Dervent, domethënë 8.000 sa banor janë aty. Edhe kështu që ne arritëm që të shkollohen, tash unë jam veteran e arsimit, do të thotë atje punojnë nxënësit tonë, valant në dorë nxënësve të Derventit shkollën. U lumt të kalojmë në pyetjen e dytë, lutem tek pjesa e punës të Selim Ramadanit në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Selim Ramadani ka mbaruar shkollën e mesme normale në Tetor. Aty fillon aktiviteti i tij, aty talentin e tij e vëren profesorët që kanë punuar me atë, duke e vërejt se ai ka talent ruaje dhe të paktroje. Ka organizuar dhe drama të ndryshme, ka luajtur role të ndryshme dhe në shkollë të mesme, dhe profesori duhet ta theksoj këtë për atyna në shkollë të mesme, se profesori Mujdin Hadri, ai që e vëren talentin e tij për interpretim dhe për të shkruar. Kështu që ai u udhëzon për të shkuar të regjistrohet në shkollë në fakultet në Prishtinë. Edhe ai mandej shkon, regjistrohet, e pranojnë me njerë edhe pse ka pas edhe tjerë konkurrentë aty, nuk janë pranu. Ky i vetmi prej Maqedonie pranohet në Prishtinë, që është hap për herë të parë pra Akademia e Dramës. Këtë akademi e themelon Azem Shkreli, sepse
do me thënë shkrimtarja Azem Shpreli, Shpreli, po, poeti. poet, ka qenë edhe drejtor i teatrit atëherë. Sakt. Në atë tek të dramës, do të thotë, në Akademinë e Dramës, regjistrohen 12 student, të cilët mund edhe t'i lexojmë nëse ka nevojë. Kanë qenë Adem Nikolovci, Safete Rugova, Selim Ramadani, Tim Prekazi, Iqbal Gjurkaj, Afrim Kasapolli, Isa Qosja, Selman Lokaj, Ekrem Taraku, Valdet Kuqi, Ibram Tahiri. 12 student kanë qenë, edhe të cilët me suksese jashtëzakonisht të mëdha kanë arrit të mbarojnë artin dramatik, edhe më një herë, mbasi mbaron më një herë e pranojnë në trupën e aktorëve të teatrit Selim Ramadanin, dhe sepse ka pas edhe ligjërues sërt prej Beogradit. Aty edhe fillojnë të angazhojnë me drama, me role të ndryshme në drama të ndryshme. Faleminderit zonja Asie, neve për pak do ju ndërpresim ju, sepse do të kemi mundësi të flasim gjatë emisionit, por unë do kisha lutur zonjën Prenda që miq të nderuar, e kemi edhe për risi ta themi, sepse neve, unë dhe zonja Prenda, kemi të përgatitur edhe një libër për Selim Ramadanin dhe do të shkëpusim pjesë nga ai libër që zonja Prenda sigurisht do na i sjell ato. Por nëse keni diçka për pyetje fillimisht, urdhëroni zonja Prenda apo do keni dëshirë të lexoni? Atëherë, në fakt, me qenë se dole tek libri, para se ne të lexojmë, jeni lutur të futeni pak tek brendëria e tij, të paraqitni ato që ju i keni përgatitur. I kemi përgatitur bashkarisht, sigurisht ato dhe po tani nuk dua ta humb, sepse ishte vogëltina se disa gjëra ju i bëni shumë më mirë se shumë kush tjetër. Miq të nderuar, unë dhe zonja Prenda Sejdia kemi shkruar edhe një libër për Selim Ramadanin, pra një libër eseistik, metafizik dhe akte filozofike nga jeta e Selim Ramadanit me titull Dritëresh shpirti. Pra ky libër është kryesisht një libër filozofik i cili paraqet jetën e aktorit të ndjerë tani më Selim Ramadanit, të vllaut pra të mysafirës sonë zonjës Asie Ramadani. Pra është një libër që në hyrje kemi quajtur Arkitekturë e një drite që nuk shuhet, pra është misioni monografisë shpëtimi i kujtesës nga rresa, dhe kemi pastaj nën tituj tjerë deri vim tek kapitulli Flaka e meteorit, jeta dhe trashëgimia e Selim Ramadanit, pra, dhe këtu kemi një biografi për të cilin ndoshta do të ketë dëshirë zonja Prenda të na flet pak për këtë çështje. Në fakt, ju folët për librin, mendoj që është bukur ta paraqitni edhe kopertinën. Po, sigurisht. Atëherë unë po lexoj pak teatri që flet me hijet, për të shkruar pas pyetjeve tek biografia. Teatri që flet me hijet. Teatri kombëtar në Prishtinë nuk ishte vetëm një godinë për Selimin, ishte tempulli i brendshëm, vendi ku ai kishte lindur për herë të dytë. Të kishin parë mbi skenë, e dinin se ai nuk luante, ai jetonte. Roli për të nuk ishte mas, por mishërim. Ai ishte një njeri i vogël me trup, por një shpirt aq të gjerë sa skena duke e ngushtë për të. Arbeni dhe Hasia vendosin të shkonin në teatr për të gjetur çfarë kishte mbetur në rolet e Selimit. Në hyrje, korridoret ishin të heshtura. Fotot e aktorëve të vjetër vareshin në përmure, me syri i Hasies u ndalte një foto e Selimit në rolin e tij të fundit, një rol tragjik. Ku personazhi përfundonte duke u thyer nga jeta, një fakt që në mënyrë të çuditshme ngjante jetës së poetit. Një rojtar i moshuar që kishte punuar në teatr prej dekadash, u afrua ngadalë dhe i njohu me njëherë.
Ju jeni motra e Selimit taj, me një zë që dridhej nga mosha dhe respekti. Asia pohoj me kokë, rojtari zgjati dorën drejt një dere të vjetër pranë kulistave. Këtu është dhoma e tij që prej asaj kohe nuk e kemi prekur fare. U duk sikur ai teatri s'kishte zemër ta fshihte aromën e tij. Vera u hap me një këllëcitje të lehtë. Brenda dhomës kishte kostume të varura, letra të shpërndara dhe një pasqyrë të madhe ku ende ishin gjitur fjalët që Selimi shkruante për veten përmes lapsit kuq. Mos harro. Edhe kur lëkundet zëri, shpirti mos u lëkund. Arbeni lexoi me të të ulët dhe u dridh. Kjo është thjesht shënim prove, është besimi i tij, është filozofia e tij e arti. Asia po shikonte një karrige të thyer në cep. E mbaj mend këtë, një herë më tha se e kishte thyer gjatë provave sepse personazhi ishte më i fortë se ai vetë. Po më duket se ishte i lodhur shumë për të i lodhjes të trupit. Papritur, dritat e skenët sundezën, rojtari i vështron të prej larg. Sundezën vetëm një herë në javë këto drita tha ai, në ndër të aktorëve që janë më, por sot nuk e ndeza unë. Duket sikur u ndezën vetë, një fat i lehtë përshkoi skenën e drita, krijoi hije që lëvizin ngadalë mbi perde, sikur dikush po ecte pas tyre, por pa bërë asnjë zhurmë. Hije të gjata, të përthyera, që ngjasin me forma njerëzish, të cilët dikur kishin folur, kishin qeshur, kishin rënë në gjunjë. Pikë të skenë. Asia ndjeu një therrje krahëror. Arben më duket sikur ajo nuk e mbaroi fjalin, nuk ishte nevoja. Edhe Arbeni nuk e gjen. Sikur dhoma, skena, pasqyra, vetë muret po merrnin frymë. Rojtari i vjetër nuk lëviz. Selimi ishte zakon të provonte monologët e vetëm, pa publik, pa aktor. Vetëm ai dhe hijet e tij e thoshte, hijet nuk gënjej, njeriu po. Teatri u mbush me një aromë të çuditshme, një përzierje e letrët vjetër, rrobash, skenike dhe parfymqeriu. Arbeni bëri disa hapa drejt skenës. Këmbët e tij u ndalën kur dëgjoi një tingull të lehtë si trokitja e këpucës skenike. Nuk ishte fort, jo. Ishte shëqet sa një kujtim që të prek pa zhurmë. Ai dëgjove, shpëritja ai. Asia po dridhej lehtë, por sytë e saj ishin të vendosur. Po. Dhe nuk është hera e parë që e dëgjoj këtë zë. E kam dëgjuar shumë net, pas vdekjes tij, më ndjek kudo. Ajo po thuat e pasqyra, fjalët me laks kush dukej sikur pulsonin, sikur çdo shkronjë mban tek ngrohtësinë e duarve të poetit. E në qoshe të pasqyrës, mezi i kapshëm nga drita, ishte një simbol i vogël, i zatuar me dorë dhe një sy, me qepall të mbyllur dhe një lot të vetëm që rrjedh te poshtë. E ka vizatuar vetë ka rojtari, ditën e fundit që e pa më gjallë. Arbeni shkriu dorën drejt simbolit, një sy mbyllur dhe një lot. Çdo të thotë, rojtari u kokën, pastaj tha. Në teatrin tonë aktorët e vjetër thoshin se njeriu u mbyll syt kur nuk pron më ta shohë botën, por loti mbetet i hapur sepse e tregon atë që syt nuk guxojnë ta shohin. Dhe këtë lot shkrimtari Zima Geraj e ka dhënë aty diku mbi kopëtin. Faleminderit. Faleminderit, zonë Prenda, faleminderit për kontributin që dhat. I kërkoj falje zonës Asi Ramadani, sigurisht se edhe neve na krijon emocione. Ishte ky njërin nga 12 kapitujt e novelës që është botuar brenda këtij libri dhe që do të vijë së shpejtin të ta gjej dritën. Neve do vazhdojmë edhe pak përderisa zonja Prenda të na përgatit pjesën tjetër apo të biografisë apo të si thoni zonja Prenda, do jeni në dispozicion për të Patjetër. Faleminderit. Ne do të na thoni edhe disa fjalë rreth punës së Selimit në teatrin kombëtar të Kosovës dhe vitet e tij atje.
dhe lëvizjet e tij normalisht në Tetov. Shumë falenderit për këtë pjesë. Më habet fakti se si keni mund të aq bukur të përshkruni, si me qenë ju aty me mu. Ashtu ka ndodhur edhe rasti. Kemi qenë bashkë atje në teatr edhe me gazetarët, me aktorët e vjetra, edhe të njëjtën përjetim e kompas. U lumt shumë bukur. Faleminderit. Për të timin atë asaj koha që kom qenë në shkollë mesme, ajo që vetëm shkruajte. Po ai njëherë bëlbezonte e mandej shkruajte. Edhe dilte prej dhomës që punojte edhe me njerë shqyqoni. E kom shkrujt mirë këtë, po këte e kom shkrujt simbolikisht kjo paraqet Shqipërinë, kjo paraqet dhe edhe gjithmonë unë kom kërkesa. Kujton një vjersh e ka një poezi e ka titullin Dua, edhe në fund thot Dua edhe dol kështu edhe me zavë bërtiti. Dua e që nuk dua unë, dua të më lanë të qetë, të gjitha këto unë i dua, si digjem nuk më shihni mua. A nuk e shihni tha unë si digjem për para dhe unë. Po e shonë dhe krejt digjen e se prej moshës së re, baba në paqë, në ka fut dëshiren për atë, për kompë, për shkollim edhe për çdo gjë. Edhe ne nuk mundshim asnjëri prej 8 fëmijëve mos jemi të gjithë kështu për ta dashur atë dheun dhe ne atë dheun e kemi simbolizuar ndoshta gabimisht pak me Enver Hoxhën edhe por ai ka qenë kryetari i atë dheut tonë edhe prandaj kërkoj që mos na keq kuptojnë populata e atë dheut tonë. Sa në them e Shqipërisë vetëm, po e atë dheut të krejtve. Sa i për Selimit, ai nuk ka shkruajt vetëm, ka interpretuar edhe role të ndryshme, duke pritur Godona, duke pritur Godona, kanë marrë pjesë edhe në festivale të ndryshme dhe teatri i Kosovës ka zënë vendin e parë, atëherë ka qenë ish Jugoslavia. Mandej ka marrë pjesë edhe në drama të tjera, në role të tjera, që do të thotë çfarë do roli e ka interpretuar ashtu mirë se bëjtë problem, është roli i vogël apo i madh, ai interpretoi të njësoj ato rolet, i lumte njësoj edhe publiku e donte shumë. Një rast të tregoj që studentët e Tetovës, Maqedonisë, vishin edhe e ndjekshin, jo vetëm atë, po kishe interesim për drama, edhe shkallët e teatrit të Prishtinës u mbushin, nuk kishte vend, biletët u shitshin, edhe kështu që ato të Tetovës u ndajshin si anësh, sigurisht edhe u ka thënë ai. Edhe mbasi u përgatite me garderobën që duheshte ta interpretoje rolin, dilte i mirë të ato të Tetovës i fut të kështu student, ishin pa paguajt pra biletën, edhe gjithmonë e ka pas qatë kujdes për studentët e Tetovës. Përveç asaj, ai ka interpretuar edhe në të vërtet ka përgatit edhe drama edhe në Tetovë me studentët dhe të rinjtë e shkollës së mesme, ku në shoqërinë kulturo-artistike Xheladin Zeqiri të Tetovës, aty ka grumbullu të rinjtë edhe ka përgatit një dramë besa, po më duket se ka pas edhe disa tjetër fjale, edhe aty të gjithë studentët i angazhon, pa kufar kompenzimi, vitën mëngjes së shkujtën punë në Prishtinë, mandej mramje vitën në Tetovë, për t'i përgatit studentët. Edhe aty, me një dramë që e ka përgatit, fitoj vendin e dytë në Jugosllavi. Pra në një
Ka qenë në një qytet të Maqedonisë festivali i mbajtur. Që do të thotë do ta merrte edhe vendin e parë, por nuk e kanë dhënë atëherë asnjëherë shqiptarëve vendin e parë në Jugosllavi. Sigurisht diskriminim. Po. Diçka Zonja Prenda, çfarë do të na ndani ju për pjesën tuaj? Unë sjell pjesë nga biografia, të cilën Faleminderit shumë. kemi përgatitur për librin tonë. Një biografi për personazhin e librit, Selim Ramadani, Osmoti i një ylli të shuar. Kjo nuk është biografi, por një imazh ndryshe për jetën e personazhit tonë. Duke shpalosur çdo dimension të ekzistencës së Selim Ramadanit, aktorit dhe poetit që ondez si meteor në skenë dhe u shua si yll në moshën 30 vjeçare. Është një thellim në melodinë e këpuesi pari fatit, duke orientuar drejt akademisë në Prishtinë. Kjo faqe simbolizon marrëdhënien njerëzore me origjinën, atje ku uji i shkumbinit dhe shkëmbimi i desharit ishin dëshmitarët e thirrjes së tij të parë artistike. Prishtina, tempull dhe arkitektura e shpirtit. Prishtina shënon kalimin nga ëndra e lokalizuar në aktin kombëtar. Teatri popullor ishte altari ku ai punoi 8 vjet. Ai i përkiste brezit marta por atyre të ndërtuan themelet. Kjo faqe flet për arkitekturën shpirtërore të një teatri, ndërtuar mbi shpatullat e 40 roleve. Të jetosh 40 jetë. Në kohë ka kurtër është të bësh një atlas i gjithë shpirtrave njerëzor. Matja e kohës, 8 vitet si amshim. 8 vjetë punë në teatrin popullor, 1969-77, nuk janë një periudhë kohore, por një njësi mase e intensitetit artistik. Kjo faqe i dedikohet shpejtësisë së krijimit. Në këtë periudhë të shkurtër, Selimi arriti të zhvillojë aftësi regjizoriale, shkrimi dhe aktrimi, duke kthyer çdo vit në një dekadë përvojë. Tragedia antike, ligji i fatit. Interpretimi i tragedianëve antik, Eskili, Euripidi, Sofokliu, ishte për Selimin përballja me ligjin e fatit. Rolet në Epidin mbret nuk ishin thjesht aktrim, por meditim mbi pashmangësi